Asnjëherë dhe një orë, kena vrapë. Nja dy kohë kemi tishë. Jo se dita anë që përshkoni për të nej. Jo po që? 5 minuta, 6 minuta, nuk mojë. Se ta në gjithi gripin edhe ty, shne. A e këtë qafe, ha? Jo, po jena për qafe në fillim. Salja, për sans kënë posë, për zdesha shmarës. Ja po ma mire. Hajde se përshime. Gjallë, jo? Qa vojt? Ona e sam vishëm cërëpëja, shko marë infekcioni të të rritin. Dovo metal, atë shumë Kontrabas. kontrabas në shyshe dhe Frajin. me vrajina, provëna. Për në edhe djo e ka pos qike djoni qike starë që fana ke. Ka në parë që shëfane. Në qka ke? Unë e këmbo. Apo ku kush e ka bu? Në rejke. Allah i lesë për cëgora. Jo. Vesh jashtë të dalë krejtë. Ja, se ashtë ku hevo në shkar dhe bollë, qa? Dhe që s'ko cigora. Falë, në omë për një? Kolega, shumë dhe kolega. O, që në si e, a e një fesë. Shumë dhe shumë ndogo, në shërë dhe? Hiç. Depois faço passar online, não, deixa ser. Po si ko gjemotin këtu.
Nashta nuk e zgjat shumë se nuk e di sa kam marrë. Ja, be. Ako ja na seci. Yok. Ude. Ma mirë po doket presidenci. A që njerë që jo vëjnë që. Oh. Det dyr papillon. Koşuşta. Zıvır. Zıvır. Bella c'è. Vetëm më pak të rahat. Mbas ju kena lënë me një Prishtinë. Si ron kawash ajo. Ti mos i jep dorë po. Nderuar deputet, nderuar Republikës së Kosovës, ministra të kabinetit qeverisar, të nderuara media. Fillimisht e shohim se sa deputet janë të pranishëm në këtë seancë. Votojmë për prezencë, regjia, lutem.
përveç ku nuk ka pasur konsensus në kryesin e kuvendit, dhe në fillim të së anit paraqitet propozimi për ndryshimin e rendimit sipas me redaktatit të 94 të rregullorit të kuvendit. Në mbledhjen e parë të kryesisë të kuvendit, të datës 8 prill 2026, nuk ka pasur konsensus për renditës, andaj para se të miratohet renditës mbajtjena e unitës së tretë, paragrafi 1 të rregullorit të kuvendit, ne kemi pranuar propozimin shkrim për plotësimin e renditës. Prandaj në këtë rast tektoj shifrën e parlamentar të lëvizjes me vendosje zonjën Adriana Vaksi, që të manifestoj për këtë. Faleminderit të nderuar kryetari i vendit, të nderuar ministra, të nderuar deputet. Në pajtimin e 123, paragrafi 1 të rregullorit të vendit, propozojmë plotësimin e rendit të ditës për të shqyrtuar në lexim të parë. Projekt ligji numër 10/030 për masat e përkohshme të produkteve themelore në raste të veçanta të destabilizimit financiar. Projekt ligji numër 10/028 për sigurimin e të sigurueshëm të kujdesit shëndetësor. Projekt ligji numër 10/025 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim. Projekt ligji numër 10/026 për shërbimet e pagesave. Projekt ligji numër 10/027 për lojrat mesjetare 21 Prishtina 2030. Projekt ligjin 10/021 për financimin e menaxhimit të resurseve ujore. Projekt ligji numër 10/022 për banimit social dhe të përballërueshëm. Projekt ligji numër 10/023 për shtetësinë e Kosovës. Projekt ligji numër 10/024 për dëndet klasike. Projekt ligji numër 10/029 për provimin e maturës shtetërore. Kështu pika 9 e propozuar fillimisht të rendit të ditës është vendosur si pikë në numër rëndor 19 pra pas këtyre projekteve. Të nderuar deputet, siç e dini, këto projekte janë të njëjta për shkrimet të nesh, për shkak se janë të projektuar në vend fashe të stabilite, dhe po ashtu janë të njëjta edhe për qytetarët e Republikës së Kosovës. Përgjithësisë primare të qytetarëve janë vetëm 2 projekte që duhet për të bërë pjesë e SEPA-s, pra projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim, dhe projekt ligji për shërbimet e pagesave. Injerencia të veçantë, marrë parasysh rrethanat globale ekonomike, është edhe projekt ligji për masat e përkohshme të produkteve themelore në raste të veçanta të destabilizimit financiar, dhe janë po as të rëndësishme edhe ligji për qëndrueshmërinë mjekësore, ligji për banim social, ai për sigurimin shëndetësor, të cilat secili pra prej këtyre ligjeve ka ndjekim të drejtë për drejtë me jetën e qytetarëve të Republikës. Është e rëndësishme të tekstohet se të gjitha këto projekt ligje tashmë janë shkruar në komisionet funksionale dhe kanë raportimin e komisionit dhe ju ftoj që të tani me votë fillimisht shkrutin e tyre në rend të ditës, se pastaj edhe votimin në projekt ligjeve në mënyrë që ditëve javës në vijim të kemi kohë të shqyrtojmë edhe një herë në aspektin përmbajtësor të gjitha këto pra në komisionet funksionale dhe komisionet e përhershme. Faleminderit shumë Sonja Nagvaci. Mjoni vetëm që njoftoj që në pajtim me 123 paragrafin numri 2 rregullorit të kuvendit, për gjitha propozimet që Sonja Nagvaci bëri, ne kemi edhe propozimet me shkrim, pra për secilin projekt ligj me deputet në shkruar, sepse kështu e kërkon kategoria e kuvendit, por për të kohën që kemi në dispozicion, Sonja Nagvaci i besoj të gjitha. Tani është rada e grupeve parlamentare që t'japin qëndrimet e tyre dhe i lutem grupeve parlamentare që t'japin qëndrimet për të gjitha. Pra që t'flasim një herë për të gjitha projekt ligje që propozuan. Zoti Tahiri, fjala është juaj. Faleminderit kryetore, nderuar kryetore, nderuar ministra, nderuar deputet, shtetor, Partia Demokratike e Kosovës e konsideron që këto propozime të projekt ligjeve nuk janë asnjë prej tyre urgjente, dhe si të tilla nuk e mbështet asnjë që të mundsohet të drejtohet në të jashtëzgjuar projekte.
Kjo është vetëm tendencë e shosje e qeverisë që me ndërtu agjentë për shokët zgjedhore e jo për me trajtu me seriozitet tema që janë shumë të rëndësishme, për shkak që edhe duhet kohë edhe duhet të trajtohen procedurën në mënyrë që trajtohen në aspektin profesional dhe të ketë debat e analizë me këtë për sekondë. Faleminderit. Ne sot këtu po të ndërëm të veratojmë randin e ditës të propozuar në kryesi, i cili paketësisht për shkak të mungesës të konsensusit dhe fleksibilitetit nga grupi më i madh parlamentar ose nga shumica në kryesi nuk arritet të miratohet. Dhe ne kemi një draft aty dhe sot po kërkohet faktikisht që të plotësohet në një numër shtesë të projekt ligjeve. Projekt ligje të cilat kanë kaluar këtë javë në komisione dhe po vinë për të miratuar në procedurë të përshpejtuar në seancën e kuvendit. Në fakt, të gjitha temat që këto projekt ligje trajtojnë janë tepër të rëndësishme dhe pajtohemi që janë të rëndësishme për qytetarët, por jo për periudhën në të cilën duhet të shfrytëohen. Se projekt ligjet kërkohet që të analizohen dhe këto kanë ardhur më pak se një javë tek deputetët, janë shpërndarë tek gjithë deputetët. Prandaj, kjo urgjencë faktikisht është e parasyshme dhe nuk do të përkrahet nga ne, për aq kohë sa ne nuk kemi kohën e mjaftueshme për analizimin e këtyre ligjeve. Faleminderit zotën Pasha. Tani është rada e grupit parlamentar të listës Zeme. Hvala predsjedavajuća. Srpska lista ima stav da veliki broj zakona koji je došao u proceduru zahteva dobru analizu, zato što utiču na svakodnevni život naših građana i u tom smislu moraju da budu podrobno ispitani, posebno kada su pitani neki zakoni koji se tiču i srpske zajednice. U tom smislu ne vidimo razlog da se po hitnom postupku, na brz način, bez kakvih procedura, ovakvi zakoni usvajaju. Oni koji snose odgovornost zato što Skupština nije bila funkcionalna u prošloj godini, ne mogu da to pokrivaju glasovima svih nas koji će dozvoliti da se ovi zakoni usvajaju u ubrzanoj proceduri. Hvala. Faleminderit kryetare, më parem grupin më teknik i mbështetit që ta projektit. Faleminderit zotën Asmani, tani zotën Dagiri, vada shkurt. Faleminderit kryetare, nderuar kolegë deputet, shkallë të Kosovës. Kryetara ka mundësi fillimisht me bëri kërkesë politike udhëhese e këtij institucioni që kur ta flet në ora 10, me fillu seancën në ora 10. Vjen kryetarja me qenë në ora 10 për shkak se s'ka logjik. Ora është dash 11, do të thotë 10:59, seanca ka pas me nisë në ora 10. Ke diskutuar kryesi për marrëveshjet ndërkombëtare. Ke pas disa dilema. Me fillu një orë me vonesë, ka logjike, po që ka një urgjenca, ka një problem është në rregull. Nuk ka kuptim me ardhë deputet në ora 10, e mos të një seansa në ora 10. Mos të duhet të ose të në ora 11 është në rregull. Po kjo nuk duhet. Sa i përket çështjes shmangjes së procedurës. Unë i lexova me kujdes ligjet. Në të ligjet kryesore që është në këtë shmangje lidhet me sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, sigurimin shëndetësor që nuk është rëndësishëm. Mirë po, pyetja që duhet t'ia shtoj me kolegët e deputetëve që pse mojmë na kryesi? Pse duhet na sare që t'vinë në gjithë sot, sare që diskutojmë për anë ditës, me lidhje s'ka ja me dojë diçka. Na marrim një kryesi, kena grupe parlamentare, që ta si jenë. Ullëm diskutojmë grupet parlamentare, çka po votojmë pro, çka jo, kur rrim, cili është veprimi politik, që shko logjike në çdo seancën e kalume, hajde i votojmë.
hyrjen se ishin 4 marrëveshje ndërkombëtare. Seancën e kaluar u zotova Bef Folklorës thash nuk ka më mundësi më shtërni ndryshe vendi ditës se nuk votojmë me procedurë kushtetuese. Nuk ka logjik në prish rendi I ditës, institucionet që do të konë më disiplinuar çdo seancë plumbe. I lutem, që nuk e mbështesin. Po kjo, kërkoj për kryetarës që mos me u kthyn në një praktikë parlamentare, se praktika parlamentare është na shtojmë kryetarën, marrën mërkurën të komisione, tajtën vim edhe debatojmë për rendin e ditës drejtëse. Andaj, kërkesa jam për ju kryetarë është me të rjekto, me vazhdu me diskutimin e rendit e ditës, qysh jemi të akordu dhe qysh kemë folë, në 2 pika nuk jemi pasarësi, për to me folë me këshyra për në mujtëve, me rregullu për mbajtjen e rezolutës. Ju faleminderit. Besoj faleminderit, do ta kem parasysh kërkesën që seanca të fillojë me kohë dhe unë jemi pranishme në orën 10, në orën që hyrë seanca, pajtohet plotësisht me ju. Sa i përket kërkesës tjetër që unë të tërheq kërkesën e një grupi parlamentar, nuk mund të bëhet, sepse nuk është përgjegjësia e kryetarës Komendit as nuk ka qenë ndonjëherë që të tërheq kërkesat e grupeve parlamentare. Ndoj që për Komendin nuk është në rregull që kryetari I Komendit të veprojë si saj, përsa po kërkesat janë diskutim rregullor, është seanca që vendos pastaj vjetën e rendit ditës, që çështë do të ketë rendit ditës, prandaj edhe jemi në këtë ditë. Përshot që zonja Nagasi ka një kërkesë për fjalë. Faleminderit, kryetare, unë vlerësoj vullnetin e deputetëve për të dhënë kontributin e tyre për këto projekte. Edhe po ashtu vlerësoj edhe qëndrimin e tyre që të gjitha këto projekt ligje janë me interes për qytetarët e Republikës Kosovës. Jemi të vetëdijshëm për kohën e të cilën po punojmë edhe si Kuvendi I Republikës Kosovës për korektësi e përsëris edhe një herë, këto projekt ligje krenor ka më shumë se një javë në Kuvendin nga ana e qeverisë. U janë shpërndarë të gjithë deputetëve, I kanë trajtuar të gjitha komisionet funksionale. Në komisionet funksionale janë deputetët e të gjitha grupeve parlamentare. Të gjitha këto projekt ligje të cilat po I propozoj sot I fusim në rend të ditës, kanë marrë në ratimin e komisioneve funksionale dhe për te kësaj ne do të jemi në dispozicion edhe që t'javën ashme dhe ditët në vim për të dhënë kontributin tonë si deputet. Andaj, unë ju lutoj edhe një herë dhe ju ftoj si deputet që të fusim në rend të ditës dhe pas kësaj të vazhdojmë këtu në bashkërisht në komisionet funksionale në mënyrë që këto ligje për të cilat besoj që nuk ka dilema që janë interes për shqiptarët, të bëjmë në të mira të mundshme përpara se të sjellem në votim të dytë në seancën e votues. Faleminderit zonja Nagasi dhe për të shtuar në telefonat të cilat jemi, që kemi një afat kushtetues për zgjedhjen e presidentit, mendoj që nuk duhet të sillemi në situatë gjithë kombëve, situatë që nuk varet nga asnjë afat kushtetues. Na duhet të qenë që kemi në të shtatë dyën për zgjedhjen e presidentit dhe nuk mund të paraqitojmë që të arrijmë të vetë. Detyrojmë që çështjet që janë në interes Atare është prava që të mësojmë shmangje për se të rëmbis pra procesin e projektish për të sqaruar në qoftë se nuk ka dakordim për përfundimet, ne I kemi një rend para praktikisht që kemi arritur që ta miratojmë në projektin e Kuvendit, pastaj kthehemi tek rendi I cili kemi marrë para praktikisht. Prandaj po vazhdojmë për shmangje. Që të hyjë në rendite, pra projektigje që propozohen nga vendosje, të hyjë në rendite, po ta praktikisht duhet të shmangje Shqiptimi pari projektigje numër 10 marrja se proshme të produkte dhe kategorie praktikë të qantës në për të miratuar prakticivi I rendit ditës, Kuvendi vendos me 2 të tretat e deputetëve të pranishëm. Vazhdojmë regjia jutën që të përgatitemi për votimin dhe votojmë tash.
Alte propozioni su italiano, già campo forte, kontaktej jakimi gotuar. Tukaj granično nonsens edhe që konstavis në përsa kone i duke gotuar. Besoj që ka që informacione keni. Nëse dikush ka pas probleme në diçka tjetër, por nuk po shoh që ka pas probleme dikush. Dhe nëse dikush të ka probleme, mi le ta njëftojnë me kohë po ashtu, por nuk e kemi pas ashtu dhe informacione. Prandaj gjë që ka gotuar për, si se ka gotuar kundër asnjë vllazëri, nuk ka lënë, pra nuk janë të sekreta. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Shqyrtimi i parë i projektligjit numër 10 028 për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Për të miratuar kërcimin e rendimit, studentët vendosen në 2/3 të kriterit të pranishëm. Regjia e ka thënë që do të marrë për votim, votojmë tash.
Shkrimi I parë I projektit numër 10 zërënistëri për financimin e menaxhimit të rrezikut periudhore, bëhemi gati për votim, votojmë tashmë. Asociațiunii de Contact și Nivel, proiectul de
Parlamentit, zgjedhja e një anëtari jo prokuror të Këshillit Popular të Kosovës, shërimi i propozimit rezolutës për mbrojtjen e suksesit historike të luftës në Kosovë, 1993-1999, dhe propozimi i grupeve parlamentare të deputatës për emërtim të deputatëve e komisionit parlamentar. Ky është randi i ditës, prandaj nëse në fakt e vazhdon regjia e lutem që të bëjmë gati për votim, votojmë tash. Due mirato trendi di adesso come lo faccio di frita con un fascia aspirazione classico veç mirë vinilo dakor atëherë Lora juve po në kryetaria e Kuvendit zonja Çetaku minute Faleminderit shumë e nderuara kryetare, të nderuar kolegë deputet. Partia Demokratike e Kosovës falenderon të gjitha grupet parlamentare për kontributin që kanë dhënë në hartimin e një rezolute, e cila do të ishte një reflektim i ynë si kuvend dhe një deklarim publik rreth së vërtetës historike të luftës në Kosovë gjatë vitit 1998-99. Kemi bërë shumë përpjekje zonja kryetare që rreth kësaj çështje të kemi pajtueshmëri të plotë dhe për atë sa kuptova tashmë është arritur dakordimi për tekstin e rezolutës nga të gjitha grupet parlamentare, mirëpo ne insistojmë që kjo pikë të trajtohet si pikë e parë nuk besoj që ky kuvend ka diçka më të rëndësishme për të trajtuar si kjo pikë. Për më tepër që zonja kryetare, kjo flet shumë edhe për kulturën politike që është duke mbizotëruar në Kosovë tani e kësaj. Nuk është turp, as nuk është dobësi që shumica parlamentare ta pranojë një kërkesë të opozitës. Jemi në një situatë tërësisht të pa precedent, për herë të parë, ky kuvend ka seancë para vitet të miratuar në kryeësi. Ju lutem që ta zhvendosni si pikë të parë të randit të ditës. Faleminderit. Propozimi i grupit parlamentar të PDT-s është që rezoluta të realitet pas grupeve parlamentare të Kosovës. Atëherë shkruar qëndrimi i grupeve parlamentare, fillimisht e ka fjalën zonja Nagaci, pastaj deputeti. Faleminderit e nderuar kryetare e Kuvendit. Edhe një herë, po i përsërisim ato që i kemi thënë publikisht e që janë ditura tashmë. Propozimin të rezolutën ne e kemi mbështetur. Kemi propozuar që të dërgojmë deputetët tanë për të konsultuar edhe të dhënë kontributin për këtë rezolut. Nga java e kaluar, unë kam kontaktu personalisht dhe të kërku që të ftohen deputetët tanë, që të marrin pjesë në kontributet e tyre në rezolut. Në mbledhjet e kryesisë, në udhëta aty për aty më njerë që tjetë pike por rendi ditës, 2 deputetët tonë, Ardian Gola edhe deputeti Adnan Rustemi, kanë punuar deri në brëndon, sepse kemi marrë draftin nga PDF-ja të bëjnë edhe njëherë të vërfura. Kanë pas takime sot dhe do më besoj që janë para finalizimi gjithësisht dakordimit të përmbajtjes së rezolutës. Në këtë pikë, unë ju kisha lutur ta lëmë sipas rendit të ditës që është i propozuar tashmë, edhe sapo të kemi edhe dakordimin final e miratojmë. Pra, në këtë pikë, përveç se duhet t'i kushtohet çështjeve për cilat janë dakorduar tashmë, të mos harrojmë se po flasim për një rezolutë e cila duhet të jetë edhe do të jetë një përveç një qëndrim unik i të gjitha neve partive shqiptare këtu, është edhe një dokument i kuvendit, i cili do duhet të reflektonte një përmbajtje të saktë dhe të përgjithshme.
Dhe unë mendoj që për te aspektit sa është pika e parë, apo pika e tretë, apo e pestë të rendit të ditës, është një dokument që do të mund të votohet sot nëse ka vërtet qëllim që të votohet i njëjti, dhe nëse flasim për rëndësinë, ne ishim dëshmitar këtu, por kaq të rëndësishme janë edhe të gjitha ligjet të cilat sapo nuk u miratuan për të futur në rend të ditës së për të shqyrtuar. Është pak paradoksale që të insistohet që të kemi një dokument si pike parë apo e dytë apo e tretë, renditjes pra, ndërkohë që së papo 10 projektligje të rëndësishme u vëdën poshtë pa asnjë arsyetim. Shqipja e grupit parlamentar dhe DPS ka fjalën zonja Qako. Është tepër e rëndësishme me thonë që ne edhe si grup parlamentar kemi përkrahur të gjitha ligjet për mbajtjen, sapo e thash që për mbajtja e ligjeve është tepër e rëndësishme. Por nuk ka asnjë urgjencë që ne të shihemi si makineri votimi e ligjeve që ju i sjellni pa i respektuar procedurat e rregullta. S'ka asnjë arsyeshmëri që të evitojmë procedurat duke na sjellë para akteve të kryve dhe duke ndërtuar drama për çdo seancë. Prandaj, le ta respektojmë rregullorën e punës, le të respektojmë procedurat dhe le të jemi më të përgjegjshëm edhe kur vjen puna te votimi, edhe kur vjen puna tek dhënia e rekomandimeve dhe ndreshja e ligjeve, qysh ju vjen qytetarëve më së miri, e jo qysh i vjen më së miri një grupi parlamentar. Tani për rendin e ditës. Për rendin e ditës ne kemi një propozim që ka të bëjë me rregullorën, të cilën ne e diskutuam më 3 prill para saktësisht një jave në këtë kuvend. Për 9 orë ne diskutuam me shqetësim për rritjen e çmimit të naftës dhe rritjen zinxhirore të çmimeve që i prek secilin qytetar të Kosovës. Dhe për këtë mendojmë që rezoluta jonë është rezolutat të cilët e kemi propozuar këtu dhe masat janë tepër të rëndësishme që të trajtohen para marrëveshjeve ndërkombëtare. Rëndom në shërbimet parlamentare, kur një çështje diskutohet dhe nuk i vije rradha e votimit ose për mungesë kvorumi, vendomartet në seancën tjetër dhe vihet në fillim. Prandaj propozoj që këtë vije para marrëveshjeve ndërkombëtare. Domethënë ti ndrohet renditja votimit të rezolutës. Faleminderit. Faleminderit, kjo është çështje tjetër. Megjithatë, u ndalë propozimin e DPS-së, në fakt në këtë radhë prita që të kemi qëndrimin vetëm raport për propozimin e DPS-së, që pastaj të bëni një propozim tjetër, por e kuptoj. Do thonë e bëri propozimin që rezoluta për çmimet e naftës vendoset para marrëveshjeve ndërkombëtare, pra edhe kjo duhet të plotësohet, por ti marrim paraprakisht në qëndrimet edhe grupeve tjera parlamentare, tani është rradha 27. Nuk e dëshiron fjallën, grupi multietnik, nuk e dëshiron fjallën, grupi Agës. Faleminderit kryetare, grupi ynë mbështet kërkesën e Partisë Demokratike të Kosovës, që nga lajmi mirë që edhe kryetari Gola edhe ekipi që ka përfaqësuar vendosen në raportimin e kësaj rezolute që nga ta përtu për mbajtja kjo ka përsysh. Është ajo që përdu me thonë është që është tepër me rëndësi në një çështje që është bukur serioze edhe bukur paraj pesh të madhe në kuptimin e sakrificët të madhe dhe vendos një temë që përmbajtja që nga ta përdu në rend pikë parë, ne jemi marrë vesh në përgjithësi që veç me u lexu rezoluta, mos me pas debat, me u votu, une nuk po kuptoj përveç, nuk jam ka kuptoj pse mos me dojnë masi po ka përdu përmbajtja. Ashtu si shta, në kryetarja, pse mos me vendosë pikë parë, pse mos me votu edhe në jetë tutje. Çka është problemi? Po qysh kena më marrë vesh nga për president Kosovës, kur s'kuna më marrë vesh, për një qështë para me nëmi, me dojnë prej pikës në blerë, në vitën ne, në një tekst të dakordum me u votu. Por, të vezë për të bëjë.
Kisha pas nevojë për një salem qa probleme do të të masi këma ta përdu për mbate. Ju faleminderit. Faleminderit, dhe kryetari Gola e ka fjallën. Faleminderit, kryetarit, sa për të adresu pra sa mundur në kritike që me të drejtë të dojë dhe sekretariri. Dilema për tu ta vendosin rezolutët për përdu, në fakt është dilemë kësë që ka nevojshme. Shpjegimi im është pse duhet jetë ose të fakte, ose të avesë në për dy arsye. E para është kësë shpjegimi. Ajo rezolut, pas të përdimit final që ne patëm, ka nevojë edhe për redaktim. Risistimin të paragrafeve, reformulim të fakt shmangje të kalimeve ortografike, dhe kjo bën në rezolut më pastaj edhe gjysisht edhe teknikisht dhe zakonisht. Dhe dyta që është shumë në rëndësi. Ka një të gjërë. Kuvendi i Kosovës mbi të gjitha është institucion ligjvendës. Përpos ligjvendës, dim që ka edhe funksionin e sot profesus. E ka edhe funksionin e shqyrës. Mirë po, realisht, nëse ne i shumë këtë të gjëra, e vërteta për luftën e UÇK-s. S'po dilemë, është gjëja më e rëndësishme që ne mund të kemi si kuvend. Mirë po, mos të harrojmë që e vërteta e luftës së UÇK-s, edhe e vërteta e masakrave të sërbisë në Kosovë, është një vërtetë që në mënyrë kronike është ekspozuar, deformuar nga aktorë të ndryshëm, qoftë qëllimshëm, qoftë pa qëllimshëm, qoftë nga ata politik, qoftë nga ata nga shoqëria civile, nga media e tjera. Ajo që ka ndodhur deri në fundit me ekspozitën është vetëm njëra nga format në të cilat u paraqitin pasaktësi në vërtetën historike të luftës në Kosovë. Dhe tash po është pa kuptim që për shkak ta marrin si pretekst, si shkas këtë ngjarje dhe ta bëjmë temën dominante në parlament, ndërkohë që ne aktualisht në mënyrë akute kemi urgjencë që të trajtojmë marrëdhëniet ndërkombëtare, të cilat prekin drejt për së drejti nevojat aktuale, konkrete, akute të qytetarëve të Kosovës. Prandaj, edhe kishim kaluar marrëdhënie ndërkombëtare, në dy edhe në dy paralelisht kishim kaluar edhe me redaktim të tekstit, edhe pastaj ishte vendosur besoj jo më gjatë se sa kalimi i marrëdhënieve ndërkombëtare. Prandaj edhe kështu e ruajmë, si më thonë, prioritetin e gjërave në kuptimin e hierarkisë së funksioneve që ka parlamenti, edhe kishim miratuar një rezolutë e cila mendoj që tash edhe simbolikisht dhe politikisht e përshkos komitetin tonë si spektër politik i Kosovës. Faleminderit shumë. Negócio de toco, não tem negócio de ser. Negócio. Faleminderit, kryetare. Tani në vijim edhe të propozimit që bëri shefja e grupit të GDK-s, zonja Lushaku, edhe për mua mbetet e faktim, sikur se përmendi sekretarieri, cila është pengesa, rëndësia e trajtimit ose rënies në votim të këtyre dy rezolutave si pike parë apo si pike 5. Pra që të jemi të qartë, PDK-ja po propozon që rezoluta atyre të jetë pika e parë për votim, PDK-ja po propozon që pika atyre të jetë e para, PDK-ja ndërkohë po propozon që rezoluta atyre të jetë për votim e para, ndërkohë që të dyja këto po kërkojnë që të jenë për votim përpara marrëveshjeve ndërkombëtare. Dhe në të njëjtën kohë, kur u vëdhën poshtë si mundësi për shërtim 10 projekt ligje të cilat janë me interes për qytetarët. Të dy këto rezoluta, si grup parlamentar i lëvizjes dhe të ndosje, jemi të gatshëm që t'i votojmë, pra marrim pjesë në votim, kemi qëndrimin tonë për të dy rezoluta, ndërkohë që për rezolutën e PDK-s, sikur se e ta edhe nën kryetari Gola, besoj edhe njëherë që na bën nder të gjithëve si deputet që dokumenti që miratohet si final në këtë kuvend, në këtë seancë,
të jetë edhe përmbajtësisht edhe në të gjitha aspektet tjera një dokument që i bën vlerë kuvendit. Kryetare të ndërmuar deputet. Edhe personalisht kam negociuar marrëveshje ndërkombëtare, di peshën dhe relevancën e tyre, për këtë marrëveshje me stabilizim asociimit, cili ju si grup parlamentar nuk e keni votuar. Po ju rikonfirmoj, Partia Demokratike e Kosovës do t'i votoj marrëveshjen ndërkombëtare. Nuk po debatojmë këtu a jemi për apo kundër marrëveshjeve ndërkombëtare. Ajo çfarë ne po kërkojmë është që miratimi i kësaj rezolute pa debat, me unanimitet dhe solemnitet, të miratohet në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Pse është kaq e vështirë të bëhet ky kompromis? Në ndërkohë që sigurisht do t'jam shoku do të flas për vete, ndërkohë kërkesa siç e mësuam ne, LDK-s ishte që rezoluta e tyre të votohet pas rezolutës për të kaluarën dhe ne e mbështesim kërkesën e tyre. Kaq. Është shumë e thjeshtë, pa debat, votim, solemn, teksti është i dakorduar për 15 minuta ai nuk la vjen në seancë. Vetëm me rezonja në shoku se dëshiron fjalën për këtë traditjen edhe vazhdojmë votimin sepse nuk kemi të drejtë dhe sipas kulturës që japim fjalë. Ne kemi diskutuar edhe në kryesi dhe kemi dhënë edhe qëndrimin tonë për krahjen edhe për tekstin edhe për renditjen, kështu që jemi okay nëse vendosim rezoluta jonë përpara marrëveshjeve ashtu siç e propozova edhe pak më herë. Se vazhdojmë me votimin. Së pari propozimi i PDK-s, grupi parlamentar të PDK-s, që rezoluta, propozim rezoluta për mbrojtjen e efekteve historike të luftës në Kosovë 1998 dhe vendoset sigilje e renditës pas shkëlqyeve parlamentare. Kandidati për votim votojnë tash, regjia në lutem. Jam në të nësosë se të valim të 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 atër të sërisim votimin me shë të pakojshme dhe të janë në lutem 5 minuta konsultimi këtoj shifat e grupeve parlamentare në kësej të tyre. Drosim rezolutës, largohet pak qatë që të risa ta finalizojnë. Se mështë. Dira për George
Po jetë që s'kanë bërë të zyrja, që të një marrë, që se s'ka bërë. Njeri edhe pak s'punë bilet që kërë zë nuk kërë Se s'kanë bërë ata të punë. Bile po dajë për një cigare, bërë në asja. Nuk po fotografoj pa lidhës, për që të kërë.